Me pranverën nisin edhe garat e motociklizmit. Sipas kalendarit të Federatës së Motociklizmit, nesër pritet të fillojnë garat në motocross. Është kryetari i Federatës i cili na informon në lidhje me garën e cila do të mbahet në qytetin e Shtimës. Nesër organizohet gara e parë në kuadër të kalendarit gara të Federatës Motociklizmit të Kosovës në qytetin e Shtimës. Kemi një numër të konsiderueshme të garuzëve të cilët janë regjistruar online përmes aplikacionit Federatës dhe presim që të shkojë gjithçka mirë. Urojmë që të fitojmë më mirë, urojmë që kjo garë të jetë një simbol i mbar dhe që të gjitha garat në vazhdimsi gjatë vitit 2025 të shkojnë në mbarë mirë, pa lëndime dhe të fitojmë më mirë. Pista për dallim nga viti i kaluar është modifikuar, por çfarë gjatësie do të ketë? Gjatësia pistës është me standarde ndërkombëtare dikon 1.6 kilometra, me gjerësi deri në 6 metra. Kështu që i plotson gjitha kushtet për më organizu një garë ndërkombëtare dhe mos harrojmë që kjo është garë ndërkombëtare që organizohet për herë të parë pas licencimit të Federatës Motociklizmit të Kosovës në FIM. Pista është ndërtuar me standarde ndërkombëtare, pasi që nga ky vit Federata është anëtare ndërkombëtare në garat e motociklizmit. Pista në qytetin e Shtimës është ndërtuar pothuajse nga fillimi këtë vit dhe është një pistë e cila i plotson kushtet për më zhvillu garë ndërkombëtare dhe është me standarde të një piste ndërkombëtare. Është diku 1.6 kilometra gjatësi dhe me gjerësi deri në 6 metra që i plotson të gjitha kushtet për më zhvillu një garë ndërkombëtare. Vitin e kaluar në këtë qytet, në këtë pistë e cila ka qenë shumë më ndryshe, kanë marrë pjesë dikon 38 garus. Këtë vit planifikohen që të marrin pjesë rreth 50 garus. Sa garues pritet të marrin pjesë këtë vit? Këtë vit do të ketë garus edhe nga shtetet tjera të Kosovës, sepse janë të gjitha kushtet që edhe ne si Kosovë të organizojmë gara të nivelit ndërkombëtar, kështu që presim të marrim pjesë edhe garus nga jashtë. Deri më tani mund të them që janë të konfirmuar 4 garus, po besojmë që ky numër do të jetë edhe më i madh nesër në ditën e garës ku ne do ta zhvillojmë këtë garë në qytetin e Shtimës.